burimet njerëzore, të alternuara me teknologjinë, unë kam shprehur dhe herën e parë që isha këtu, alternimi me teknologjinë, pra do me thënë ai radari, apo ai droni, që e kemi futur ishtazi, ka disa vjetë që është futur në përdorim ai droni, më shumë ai ka ndihmuar se sa ka rënduar. Pse ka ndihmuar? Ka ndihmuar në evidentimin e saktë në segmente rrugore për të mos dalë dhe mos dalë në ferr. Pra, mos dalë nga ferra. Tani nuk dalim nga ferra, rrim në një pozicion të voliqëm dhe del droni nga ajri, që ty të konstaton. Por problemi këtu është, që duhet të kthejmë prapë, se nuk e haroj atë që thash, nuk është problemi se neve themi pse dole ti nga ferra. Ti pse e bën shkeljen, pse nuk e bën pyetje? Unë duhet t'i ki pak më shpejt, vlla. Pse do t'i ikësh pak më shpejt? Po duhet t'i ki bërë shpejt, sepse më shkatrojt jeta në trafik. A do i kthemi asaj që pasionin, që ajo shpejtësia, ajo tabela sinjalistika, ajo sinjalistika që është vendosur. Janë rrugët e bëra keq. Janë rrugët e bëra keq. Të lutem. Rrugët e bëra të... Po pse më lejon, o Gerar, se kemi diskutuar 100 herë, edhe njeriu dhe makina në të njëjtën kohë. Tani kush është këtu 3 qelitari? Mos meni vetëm që Tirana në qytetin, po jo, ky është ligji i bërë keq. Ligji i bërë keq. Pronari rrugës është një pronar pa logjik rrugë. E kupton? Në Itali ka dhe vjetë bardha dhe semafor. Në të njëjtën kohë? Në të njëjtën kohë, absolutisht. Ka vjetë bardha një të kohë. Do më lejosh të flas diçka. Specialisti Spartaku dhe ndërprem 3 herë fjalën. Në mënyrë a priori. Juve thatë që rrugët e ndërtuara keq. Kush e përcakton? Ndërtuar keq apo? Atëre po ta them unë. Një, ka shumë kthesa të padukshme. Ka shumë tabela të vendosura në mënyrë krejt të palogjikshme në rrugë që, për shembull, ke shko te Tegu. I ke të gjitha tabela që po bën punime në rrugë, po bën punime në rrugë, s'po bën. Pse i ke tabelën? Në një moment keni kaluar ju tani mo ja i tani shikojmë. Shko shikojmë. Të ikësh nga gropa për të kaluar në krahun e kundërt në një vend ku se shikon fare. Sa fosforescente janë? Urdhra? Sa fosforescente janë, sepse ato nuk reflektojnë, apo jo? Po. Pra gjitha këto ndihmojnë. Okej. Po. Jemi në fund. Sinjalistika. Do m'japi shkollën çikse. Po, me njerëz Sinjalistika e rrugëve tona, para disa vitesh se duhet marr më radhë historia, nuk ka pasur sinjalistik. Ka qenë shumë pak sinjalistik në rrugët tona. Ushtuan dhe vizimet, sinjalistika horizontale, vertikale, por krijoi një problem që sa filluan të ankoheni që pse ka shumë sinjalistik, apo jo? Pse ka shumë sinjalistik, por gjendja e rrugëve tona, duke qenë se qytetet tona apo fshatrat tona u ndërtuan në anë të rrugëve, sidomos në anë të rrugëve kryesore. Ne kemi ndërtime pafund në anë të rrugëve kryesore. Tani hyrjet daljet e tyre e pengojnë dhe rëndojnë. Rreth rrotullimet. Ti merr rreth rrotullimet janë idiote. Okej, Erion, nuk janë idiote, janë bërë keq. Atëherë, shkojmë në mesazh. Jo, doja të flisja diçka shumë thelbësore. Nuk kemi kohë tani, do japim mesazhin. Ta them atë gjën, ta them atë gjën, se unë jeta urt, por kjo nuk do të thotë se s'do të flas apo jo. Po. Herën tjetër do bërtas më shumë. Po, Atëherë, shpesh herë kur themi makina inteligjente përdoren si grack, apo jo? Sepse rri atje më mori në një moment gabuar u mund të kem lëvizur, për shembull 10 metra. Mund të kem në atë moment mund të kemi te kalim dhe mund të jem shumë i kujdesshëm në raport me rrugën, apo jo? Në atë segment mund të qomi pa fat, më thonjza, dhe unë mund gjobitem në mënyrë të padrejtë, apo jo? Ky është. Atëherë çfarë themi? Duhet të ndihmojnë tek edukimi. Po si vjen edukimi nëmjet tabelave paralajmëruese. Për shembull, themi zona me radar. Zona me radar vendoset paralajmërimi mbi bazën e shpejtësisë. Për shembull, supozojmë kur në autostradë ka 250 metra, kur në rrugë të tjera distanca e paralajmërimit është më e vogël, se dhe shpejtësia është më e vogël. Paraman fut sistemi tutor të matë shpejtësisë mesatare. Çfarë ndodh? Shoh atë radarin, ul shpejtësinë, sa kaloi radarin i fut prapë shpejtësinë. Dhe duhet të jetë shpejtësia mesatare. Kjo do të ndihmojë ke edukimi, sepse nganjëherë frika ndikon, edhe ndihmon. Qoftë edhe për të ndihmuar atë që themi. Me frikë jo, me edukim po. Po të dyja bashkë pra. Edukim duhet futur që në sistemin arsimor. Duhet të ketë një ndikim qenfillore. Qenfillore. Ndikimi kalimi në vijat e bardha, respektimi semaforëve. Po, e ka bota. E ka bota. Japonia është shumë bukur. Janë futur dhe në sistemin arsimor. Po duhet të ketë akoma dhe më tepër. Se dia e diur neve që ne e bëjmë. E bëni se kemi edhe ne. Po mjafton vetëm